Hello, përshëndetje, mirë se erdhët në vlogun tim të radhës. Tani erdha direkt që të laja makinën, sapo e mbarova. Edhe u mundova që ta laja sa më mirë të mundem, por duhet me patjetër të marr nga ato vakuumet që janë të vogla në Amazon ose në Temu ose në Shein, nuk e di se ku mund të ketë, për të pastruar makinën, sepse shumë vende që janë të vogla, ajo shesa e këtyre nuk mundet që ta rrita kapi për vakuumi këtyre. Edhe më duhet patjetër të marr sepse shoqi ka akoma veturina këtu poshtë diles dhe van caroj herët kur shikoj, kështu që më patjetër duhet të marr edhe ta pastroj herën tjetër sa më mirë të mundem. Kur edhe të lavashua nuk ishte absolutisht as edhe një makinë, edhe tani këtu tek parkimi, pra te vakuumi është komplet e gjitha bosh, sepse koha sot është shi dhe këta nuk e lajnë makinën kur bie shi. Unë e lava vetëm sepse më duhej ta laja nga brenda, por as unë nuk isha për ta larë. Tu kanë disa çmime për larjen e makinave, por unë gjithmonë zgjidh atë mesataren, e cila është $14 dhe mendoj se e lan shumë mirë nga jashtë. Tani jam midis se shkoj në palestër apo të mos shkoj. Po përsa jam përgati, mirë do ishte të shkoja, sepse kemi edhe bigun sot, kështu që dua të shikoj edhe bigun, dua të bëj edhe palestër, dua edhe të editoj, dua të bëj edhe punë të shtëpisë, dua edhe të gatuaj. Të gjitha këto bashkë një ditë, ndoshta nuk bëhen, kështu që të shikojmë se çfarë do bëjmë. Next day. Hello nga dita tjetër e këtij vlogut. Unë jam përgati tani, jam veshur dhe të bashkë shkojmë tek Rossi edhe te TJ Maxxi sepse më duhet të marr disa gjëra për shtëpinë. Dhe mund t'ju them që shtëpia ime është një katastrofë e vërtetë, kështu që po mendoj që të bëj disa ndryshime, por nuk do të tregoj gjatë kohës që të bëj këto ndryshime. Thjesht momenti që do ta kem blerë diçka, do ta tregoj momentin që e blej dhe të vendosur, sepse e di që nuk para i keni shumë qejf momentin që unë i tregoj ndryshimet që bëj në shtëpi, domethënë gjatë kohës që i bëj, sepse duket sikur video zgjatet edhe nuk ka interes, kështu që do ta bëjmë në këtë lloj forme. Koha sot është e vrentur, është shi, është një kohë shumë e keqe. Nesër ka javën që do jetë po ashtu njësoj, tër java tjetër do jetë njësoj, kështu që humori jon gjatë kësaj jave do jetë jo shumë i mirë. Sun cuts through the corner of my window, playing catch. I wonder, do they get tired? Good company purring on my lap, not a single worry to be had. Sunny side up, the only thing that's filling my brain. For now it's sunny side up. The reason that I get out of bed is to lay down again. Oh, I'll be with you in a sec. I just need a day off. Nothing in my plans, I just need a day off. Tani sa po mbaruam nga Rossi dhe po t'rregoj pak se çfarë kemi marrë dhe unë nuk e di se dukem aq keq tek kamera. Okej, këtu kam marrë nga Steve Madden të brendshme, por që nuk do ta tregoj. Kam marrë këto dorashkat, të cilat janë për në kuzhinë, edhe këta anën këtu e kanë silikon, edhe janë me kafe. Unë kam në fakt një palë peshë në shtëpi, por nuk më pëlqejnë aq shumë, kështu që vendosa të marr këto. Janë shumë të mira. Për t'i kombinuar, mora dhe këto peshqirat për në kuzhinë, të cilët janë gjithashtu me kafe, ja dhe janë 2 copë, ishin nga $10, $6. Edhe janë shumë të bukur sepse dua peshqira që të jenë nude, edhe mos të jenë ata të kuqe që kemi akoma të krishtlindjeve, dhe unë gjithmonë jam në mungesë me peshqira sepse normalisht bëhen pjesë edhe i hedh. Pastaj kam marrë këto që janë me blueberry, janë me boronica dhe këto më pëlqyen shumë, ishin shumë të bukur. Edhe këto nga $10 gjithashtu ishin 6. Edhe mendoj se janë shumë të bukur për te kuzhina dhe ngjajnë super. Gjëja tjetër që mora janë këto pecetat mikrofiber për të pastruar çfarëdo lloj sipërfaqeje. Kam marrë këto për makinën, edhe këto vinin aromë super e mirë, sepse dua t'i heq këto që më varen këtu, nuk i shoh dot më me sy, se më dalin në çdo video. Dhe nga $9 ishte 5, ka 3 copë brenda dhe këtu kishte këtë pjesën që e scratch edhe ndjen aromën dhe ishte shumë aromë e mirë. Do ta vendosni pastaj tek makina. Gjëja tjetër që kam marrë, kjo është shumë e bukur. Edhe është një nga këto të drurit
kështu që vendose tek kuzhina. Kjo ishte nga $16 ishte 9. E duhesh ta vendos tek pjesa e kuzhinës, edhe këtu lart pastaj të vendos një qiri, ndonjë gjë të bukur. Në fillim mendova që ta vendosja tek pjesa e kafes, pra ku kam ekspresin edhe kafet i vendosja këtu. Por kam menduar, kam një vend në shtëpi në sallon, kam vendosur atë makinerinë e madhe që vendosin bidonin e madh të ujit që e përdorin për gatim, edhe për të pirë, pra që është goxha i madh si bidon. Por po mendoj që aty të krijoj një kënd të vogël për të bërë kafen. Kam në fakt një muaj që kam menduar si gjë, por thjesht më duhet që të vendos se çfarë tavoline do blej aty. Kam parë njërën në Amazon, tuale diku këtu me foto se si duket dhe dua mendimin tuaj nëse i pëlqen ajo apo të zgjedhin tavolinë tjetër që të jetë ngjyrë e bardhë. Gjithashtu pash edhe një pasqyrë shumë të bukur tek Rossi. Do ta keni parë kur kam xhiruar veten tek ato 3 pasqyra që vinte një më e vogël, një mesatare dhe një akoma më e madhe. Ajo që ishte super e madhe më pëlqeu, por problemi është që ishte ngjyrë zezë dhe nuk e di se ishte edhe katrore, nuk e di se sa bukur mund të ngjajë në foto, por më duhet patjetër një pasqyrë e madhe, kështu që do ta mendoj nëse do marr atje apo do shikoj të gjej ndonjë pasqyrë tjetër në ndonjë vend tjetër. Still remember how you sound and the way you calm me down when we went behind the bar, taking what we thought was ours. I was wasted, it was late, but I knew I met my fate. You were all I've waited for, guess I can wait a little more. Yeah, yeah, it was just one of those nights when it's better than in all the movies, perfectly aligned. I fell into you and you into me, just one of those nights when you wake up after thinking it's a dream, now it's just a memory. I've been waiting for your call ever since the summer, waiting for your call. No, you know my number, waiting for your call. Winter, summer, spring or fall. Kam marrë të larsin e duarve, i cili është me trëndafil dhe shpresoj shumë që të vi aromë mirë. Fokusohet. Okej. Unë kam marrë një në shtëpi e cila është me mango dhe me arë kokosi. Ajo arë kokosit vjen njëri o zoti ma ta shpiftë. Më thënë nuk e djerë, më të keqe se ajo nuk kam djerë dhe nuk ikën nga duart. Vendosa të merja këtë shampon për flokët, është me vaj argani. Balsamin e kësaj nuk e mora sepse kam 2 balsamet të cilat nuk i kam mbaruar akoma. Njërën e kam nga Frutis dhe tjetrin nga Garnieri. Okej. Që vendosa të marrë këtë shampon, shpresoj të jetë mirë, është formati madh, është gati 1 litër. 946 ml. Gjëja tjetër që mora, në fakt e mori Rajani, janë këto syzet e vogla, janë kështu, por këto syzet kanë edhe kasën e vet, mua nuk është se më pëlqyen, Rajani t'i pëlqyen, kështu që do presim të shikojmë në shtëpi kur t'i vendosi, se si do jenë, se tani nuk i provon dot. Rajani janë të lidhur më mos provon dot. Mora një nga këto që vendosen tek telefoni dhe duke qenë se kjo lemon butter tani është kudo, ka dalë zakonisht shumë në modë, vendosa që ta marr në këtë ngjyrë edhe ta vendos nga mbrapa telefonit. Unë të telefoni ka vendosur këtë foton, të në që kemë për në New York me Oleni dhe me Rajani, por do t'i vendos këtë nga mbrapa këtë. Edhe është shumë mirë sepse mund t'a ngjisësh tek xhami i makinës, do të thënë për makinë, edhe mund të bësh video dhe ku bën drive dhe nuk e nevojë se të çorientohesh edhe të pësosh ndonjë aksident si shumë kanë bërë herët e tjera. Atëherë, kjo është qershia mbi tort. E di që për juve duket pak si për fëmijë, e di për disa nga ju ndoshta nuk e pëlqejnë, por një mouse i cili është roz, gjithashtu ka edhe këtë tastierën që ka këto butonat si të ngritura. Dhe unë kam parë aq shumë video në TikTok me këto, sa ju nuk e keni iden. Duke qenë se MacBooku ime ka të tastierën që nuk ndihet fare, unë kam qenë që kur shkruaj të ndihet kjo tastiera. Nuk dëgjojnë aq shumë, jo, që ka mirë. Është me Bluetooth, thoshte që lidhej edhe me MacBookun, pra me Apple-in, kështu që shpresoj shumë që të funksionojë sepse ishte $25 nga 32. Në gjithë fatura shkoi $60 këtu dhe nga 670 tek Rossi harxhuam $130. Ca gjëra na duheshin, ca nuk na duheshin, por gjithsesi neve i morëm. Atëherë po e mbyll këtu ditën për sot dhe bashkë shifemi nesër. Paqim. Time goes by, yeah, you and I are running out, running out. Time goes by, I change my mind about you and I, you and I. So would you stay for a minute so I can be brave? Let me catch my breath. Now I can feel what I'm
Hello nga dita e dytë e këtij vlogu dhe nga dita e fundit, sepse po mendoj që sot ta mbyll vlog. Dhe mendova që t'i marr me vete dhe t'i tregoj se çfarë unë do bëj pas pune. Sot kemi një art class. Dhe nuk e kam fikse qartë se çfarë do ketë klasa e artit, por mendoj se mund të ketë piktura, ndoshta ka meditim, nuk jam 100% e sigurt se çfarë ka të përfshirë. Unë isha te Dunkin tani dhe mora një limonadë e cila është me mango dhe me pineapple, pra me mango edhe me ananas. Është goxha e mirë. Në fakt duhet ta kisha marrë small sepse kam marrë formatin e madh. Se kam marrë një sanduiç i cili ka bacon, cheese edhe egg. Atëherë sanduiçi është kështu, është i vogël, nuk është kush e di i madh. Kënë ta provoj tani edhe të them se sa e mirë do jetë. Jo vetë shumë e mirë, mua realisht kjo pëlqen shumë. Veza brenda, kombinimi i vezës, i djathit, mendoj se është djath cheddar. Edhe i baconit është fantastike edhe ju sugjeroj që ta merrni me këtë bukën croissant sepse është më e mirë se sa ato bukët e tjera. E di që po kaloj nga muhabeti në një muhabet tjetër, po doja sugjerimin tuaj për një fondatinë të mirë. Unë kam përdorur Estée Lauder, e cila më ka pëlqyer shumë, pra që të jetë mbuluese, sepse mua fondatina më pëlqen që të jenë mbuluese, nuk e di gjithmonë kështu i kam përdorur që historikisht. Kështu që dua të më sugjeroni një fondatinë e cila të jetë e mirë, që mundem ta gjej lehtësisht siç të Sephora, edhe të jetë shumë mbuluese. Përveç Estée Lauder, kam dëgjuar që ajo e Charlotte është shumë e mirë, por nëse keni ndonjë fondatinë tjetër e cila ju ka pëlqyer më shumë se sa ajo e Charlotte apo Estée Lauder, ju lutem ma sugjeroni sepse këtë fundjavë do shkoj te Sephora që ta blej. Dua t'ju tregoj dy kremra hidratues, të cilët janë për duart. I pari është ky nga Hems, edhe është shumë i mirë. Nëse doni të merrni një krem hidratues nga Hemsi, merrni këtë që është në gyro sepse ka aromë fantastike. Ky tjetri është me orange dhe me pistachio, është shumë i mirë edhe ky, por nga këta të dy më pëlqen më shumë kjo e Hemsit, pra është më shumë hidratuese dhe mban aromë të mirë. Unë duke qenë se kam 10 minuta kohë tani, edhe duke qenë se thonjtë e mi janë një skandal i vërtet, po mendoj që të vendos thonjtë dhe nuk e di se çfarë ngjyre do vë sot, por po mendoj të vë këto që janë pak si më kafe, si gjyrtulle. Këtu. Atëherë ku vazhdoj që ta ha sanduiçin tim edhe në bashkë shifemi pas pune kur të jemi tek klasa e artit. Made it here, but all I hear are all of the voices inside of my mind, bringing all the doubt and all my fears, all tangled up, caught in all of the lies. I'm searching for... Tani sa po mbaruam nga klasa dhe ishte meditim, kështu që nuk lejoj që të filmoje brenda, gjithashtu edhe piktura. Do t'i tregoj pak pikturën time që bëra, edhe pse nuk është e bukur e mundshme. Ideja gjithë meditimit nuk ishte të bëje piktura perfekte, por të liroje veten nga të gjitha tensionet e ditës. Pra ishte një pjesë meditimi shumë e bukur, nuk kisha bërë asnjëherë në fakt meditimin për njerëz që janë tamam të specifikuar për meditim dhe realisht e kam super shijuar. Edhe kam qar pak, se jam çik qaramane kështu si natyrë, sepse duke bërë meditimin më kujtua e gjithë familja, gjëra që më mungojnë dhe të tjera me radhë, por nuk doja që të hyj tani kësaj pjese dhe kjo ishte piktura që më bëra. Nëse kam mbaruar, por kishte një rregull që nuk duhet që t'i komplimentonim të tjerët. Doni të uleshim në një restorant që kishte food truck këtu afër, por duke qenë se shoqja ime duhet i hajë të gjitha gjërat gluten free, këtu nuk kishte, kështu që po shkojmë tek një restorant italian. Kështu që tani po iki, pa u bërë vonë, se gocat e mia kanë ikur para dhe shifemi për pak. Baby, want me do it, I be getting to the. Baby, want me do it, I be getting to the. Baby, want me do it, I be getting to the. Baby, want me do it, I be getting to the money. Know you hear the drums, I'm the Energizer bunny. Took it from a jawline, put it in a tummy. I be smoking on hay, all my getting scummy. Finish up the cookies, got some Henny on my breath. Don't know when it finished, there was plenty when I left. Touchdown, hitting any city I finesse. Coke bottle bitty, plenty in a dress. Rockstar lifestyle, look at how we living. Hello përsëri. Atëherë, po ju flas tani prapë në makinë. Do të keni parë skena të vogla tek restoranti, në sapo mbaruam. Ora është 8, pra kemi dalë nga puna që në orën 5, kemi 3 orë. 1 orë tek klasa e meditimit edhe 2 orë tek restoranti. Unë të them që restoranti ishte shumë i mirë, edhe pse më prisa në fakt që këto linguine të mos ishin si supë, nuk e di pse më erdhën si supë, ndoshta nga që ishte lëngu i limonit, dhe nuk e vura re që ta thoshte tek menuja. Edhe mendoj se ishte një restorant shumë i mirë. Unë nuk e dija që restoranti që ne do shkonim tani ishte afër me Starbucksin që ne vim zakonisht. Pra është kjo lagja e bukur që kemi ne këtu afër dhe duhet që të vim më shpesh me Olenin sepse realisht është shumë bukur të mos të ecësh tani që nuk është shumë ftohtë. Edhe ka goxha lëvizje pra ka njerëz. Unë kam pirë një Blue Sky, e cila ishte me Bacardi,
Bllukura ciao dhe nuk e di se çfarë tjetër kishte, tani nuk më kujtohet, por ishte vërtet shumë e mirë. Edhe kolega ime punës mori të njëjtin gjë, ndërsa kolega tjetër mori limonadë sepse nuk mund të pi alkool. E di që nuk keni parë asnjë gjë nga klasa e meditimit, por siç e thash nuk lejoj të xhiroj dhe ne kemi firmosur aty para se të fillonte klasa që nuk lejoj që të xhiroj, të bëje foto, por ishte një mënyrë e mirë për njerëzit që duan të meditojnë, edhe nuk është ajo ideja e meditimit që ti ulesh dhe thjesht mbyll sytë dhe mediton kështu, nuk kam asgjë kundra kësaj pjesës, sepse unë nuk jam njeri që meditoj, por ndoshta duhet filloj ta praktikoj, por ishte një mënyrë meditimi aktive, pra që ti duke pikturuar ato gjërat e tua, duke humbur atë mendje se çfarë ishe duke bër, pra pikturoj gjëra të ndryshme, ishe futur në atë botën tënde dhe ishe duke lëshuar veten dhe duke hequr të gjitha streset dhe gjërat e ditës. Unë do shkoj në shtëpi, do bëj një dush, të qetësohem, sepse më zuri pak edhe ajo pija, dhe duke që se kishte bakardi, normalisht ishte pak e fortë, por është okay, do të ndihem mirë, ndihem e sigurt për të bërë drive në shtëpi, por duhet t'ju them diçka që duhet të bëni drive me shumë kujdes. Dhe çfarë që shkoja te Danki, rruga ishte me 45 majle dhe unë isha me 66. Kur e kapa veten që isha aq shpejt, e ula shpejtësinë, sepse këtu polici mund të të kapi edhe kur je me 50 nga 45-50, pra me 5 majle më shumë, dhe të vendosi gjop. Dhe nuk po e shikoja fare shpejtësinë me sa isha, thjesht një moment ula kokën e pa që isha me 67, thjesht ngadalsova, mendova për veten time, për familjen time dhe thash, Silvia, ke kujdes, sepse një aksident nuk mund të të kushtoj vetëm jetën ty, po mund të kushtoj jetën familjes tënde. Të lësh njerëzit pa një mama, mund të lësh një bashkëshort pa një grua, mund të lësh një prind pa një fëmijë. Kështu që keni kujdes kur bëni drive. E di që po them tani në momentin që jam e qetë, edhe në momentin që mund të jem shumë e sinqert me ju, sa si gjithmonë jam e sinqert me ju, por sot jam pak më shumë se sa duhet. Duhet ta kuptoni. Dhe Oleni gjithmonë më këshillon, të lutem, je kujdesshme në makinë, se okay, mundesh të mos jesh më pas atij aksidenti larg qoftë, mundesh thjesht të pësosh një problem shumë të madh që nuk mund të rekuperohet për gjithë jetën tënde, pra mund të ketë vetëm pasoja të këqija. E di që është një këshill që keni dëgjuar shpesh, dhe meqense po e ndjej tani ta them edhe një herë, atëherë dëgjoni edhe një herë nga unë që keni kujdes kur bëni drive dhe kur ngisni makinën. Por po mendoj që në fundjavë do shkojmë në qendër të Filadelfias, të paktën unë planet e mia i kam bërë, shpresoj që dhe Oleni të jetë dakord me planet e mia, por nëse Oleni nuk ka të njëjta plane me mua, atëherë unë makinën e kam, të bëj drive di, kështu që do marr makinën edhe do të shkoj në vende në të cilat unë do ndihem e motivuar, në vende të cilat unë do ndihem me energji, në vende të cilat unë do ndihem mirë, jo vetëm për vlogun, sepse ndonjëherë duket sikur gjithçka bëhet për videon në YouTube, për të treguar gjëra të bukura, por jo njerëz, gjithçka bëhet për mënyrën se si ndihemi ne nga brenda. Kështu që nëse unë këto ditët e fundit jam ndier e pamotivuar, jam ndier e lodhur, jam ndier shumë keq, pra do të thonë ka pasur momente që seanca që kishim tani te klasa e meditimit, unë isha duke qartë, do të thonë isha aq shumë e ngarkuar emocionalisht. Dhe normalisht ne nuk është se kemi probleme madhore në këtë jetë, nuk është se kemi probleme me shëndetin, nuk është se jemi keq, sepse normalisht gjithmonë njerëzit pretendojnë që të jenë më mirë, por problemi kryesor është që mua më mungon familja. Unë ndonjëherë ndihem e humbur, ndonjëherë ndihem sikur nuk e gjej veten këtu në Amerikë, ka raste që ndihem shumë mirë, ka raste që ndihem shumë e motivuar, ka raste që ndihem shumë mirë sepse them kam familjen time. Kam ardhur në vendin që un kam dashur të vi, pra që është Amerika, vendi mundësive të mëdha, vendi i ëndrave të mëdha, nuk është se në Amerikë po bëhet çdo ditë po na bie lekët nga qielli. Normalisht ne punojmë shumë fort për të pasur këto 2-3 gjëra të vogla që mund të kemi. Nuk jemi të pasur, mos mendoni se jemi të pasur. Thjesht përpiqemi që të kemi një jetë më të mirë dhe kryesorja për ne që jemi prindër është të sigurojmë Ryanin një jetë më të mirë. Dhe nëse ju nuk na shikoni në maja, pra të kemi ato lukset e mundshme, atëherë mendoni që ne jemi duke investuar për fëmijët tanë. Kështu që këtë ua këshilloj të gjithëve prindërve, nuk po them të lini vetën tuaj pasdore, sepse nuk dua që asnjë prind asnjëri ta bëj, por të mendoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj, që të siguroni atyre që kur të shkojnë në moshën tonë, të mos vuajnë. Dhe kam bërë një story në Instagram që isha pa motivuar, sepse në foto dukesha shumë e bukur në fytyrë apo e qeshur, por jo, kam shkruar aty që kam qenë e lodhur e pa motivuar dhe gjitha këto gjërat me radhë që ju shpreha, dhe shumë goca më kanë shkruar aty që janë ndjerë njësoj si unë. Por ju jap kuraj. Ju them që mjafton të flini 8 orë gjumë, të qetësoheni, të merrni kohë për veten tuaj, të merrni frymthell, të dilni, të bëni gjëra që ju motivojnë, qoftë edhe një ecje jashtë në natyrë, le të jetë ftohtë, le të jetë shi, nuk ka rëndësi, mjafton që të merrni ajër të pastër, mjafton që të lëvizni, pra bëni gjëra që ju doni dhe do ndjeni shumë herë më mirë. Unë ndjeja vërtet shumë keq, nuk e di se si ka qenë dita ime për diesi në punë, në mëngjes, në darkë, komplet të gjithë dita, dhe pse ka qenë produktive nga ana që kam qenë ndërkohë se zëm duke bërë gjëra dhe kështu, por brenda vetes kam qenë shumë keq. Por sot u zgjova më mirë, bëra një dush në darkë, kam fjetur 4 orë gjumë, e di që duhet thash 8 orë gjumë, por ndonjëherë 4 orë janë të mjaftueshme për ne. Dhe kam vajtur sot në punë e motivuar
edhe gati për të bërë këto gjërat e bukura që kisha pas pune. Kështu që organizojeni ditën tuaj më mirë, planifikoni gjërat e bukura që bëjnë të ndjeni më të motivuar dhe mos e lini veten tuaj pas dore. Kushtojini kohë familjes, por kushtojini kohë më shumë edhe vetes tuaj. Unë ju jap shumë përqafime, shumë puthje të gjitha gocave që më ndiqni dhe në bashkë të shifemi tek blogu Radhës duke bërë këto gjërat e bukura të cilat ju thash ti bëni dhe juve. Natën!